Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Vazhdojmë sot me leximin e librit të dytë të Samuelit. Do të lexojmë kapitujt prej 9 deri në 17. Leximin e tekstit e bën Lorenz Beka nga Melbourne në Australi. Katekezën për herë të parë të Lexo Biblën me ne do ta ofroj Joana Marku nga Ganjolla, famullia e Jubanit. Para se të hyjmë në shpjegimin e tekstit, të themi 2-3 shpjegime mbi fjalën Mashiach, mbi fjalën Mesi, sikurse premtova edhe herën e kaluar. Mashiach do të thonë i lyer me vaj, fjalë për fjalë. Do ta shpjegojmë këtë fjalë nga ana letrare gjuhësore, çfarë do të thonë Mesi, sipas rasteve ku del kjo fjalë në beslidhen e vjetër. Nuk është ky momenti të flasim për mesianicitetin e Jezu Krishtit, do ta përmendim vetëm pak në përfundimin e këtij shpjegimit. Rrënja fjalës Mashiach, pra citimi i parë i kësaj fjale del tek Libri i Daljes kapitulli 29 rreshta 6 deri në 7, thotë kështu: Vëri kësulën në kokë dhe kezën e shenjtë, shenjën e shugurimit mbi kësul, dhe zbrazmi kokën e tij vajin e shugurimit, dhe do t'jetë i shuguruar. Pra, zbrazmi kokën e tij vajin dhe ai do t'jetë Mashiach. Tek varianti hebraisht bashkë me rrënjën Mashiach, gjejmë këtu edhe emrin Shemen, që do të thonë vaj, zakonisht vaj ulliri. Prej këtij citimi vjen tradita e përdorimit të vojit të ullirit për shugurime të mbretërve, dhe prej këtu pastaj vjen në traditën tonë të krishterë përdorimi i vojit të ullirit në liturgji të shenjta. Aroni po lyhej këtu me vaj. Lexojmë gjithashtu edhe Levitiku 8:12, ku gjithashtu Aroni tani qet mbi kokën e vajit të shugurimit dhe leu e shuguron. Pra, Aroni bëhet i shenjtë, shenjtrohet, sepse hidhet vaj mbi kokën e tij. Shiko Psalmin 133. 1-2 thot kështu: O sa punë e mirë, gjë e bukur është kur vëllezërit jetojnë së bashku, si vaji ai më i miri në kokë, që zbret mi mjekër në mjekrën e Aronit, që zbret kindeve të petkave të tia. Fjala Mesi për herë të parë si fjalë del në Bibël tek libri Levitikut, kapitulli 4 rreshti 3, thot kështu: Nëse ky është prifti i shuguruar me lyerje që mkaton, e kështu e sjell fajin mbi mbar popullin, atëherë për mkat që bën letje kushtoj Zotit një mezat të patëmet si flimë katimi. Në këtë kohë fjala Mashiach pra shënonte priftin e lyer me vaj, priftin e shenjtruar. Në këtë rast të Levitiku kapitulli 4 rreshti 3 nuk ka të bëjë me konceptin e mesianicitetit, por me rolin shenjtrues të priftit, që pra shenjtron njerëzit tjerë dhe me shenjtrinë e vet atij. Mkati i tij konsiderohet si mkat shumë i rënd, më i rënd se njerëzve tjerë pikërisht sepse është Mashiach dhe ka nevojë për flijimin e një mezati të pamet, pa sikusht për mëkatet e tija. Tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 2 rreshti 4, e kemi lexuar gjejmë lyerje me vaj edhe të mbretit. Erdhen njerëzit e Judes dhe aty e lyen Davidin për mbret, që të sundojnë mbi shtëpinë e Judes. I çuan fjalë Davidit se njerëzit e Jabes të Galeadit e kishin varrosur Saulin. Kjo lyerje me vaj ndodh siç lexojmë tek libri i parë i Kronikave, kapitulli 29 rreshti 22, edhe kur që lyer me vaj mbreti Salomon. Për së dyti e bën mbret Salomonin, thot libri i parë i Kronikave, birin e Davidit, dhe e shuguruan sipas dëshirës së Zotit për princ, kurse Sadokun e shuguruan për prift. Mbreti është i shuguruar prej Zotit, i lyer me vaj. E kemi parë rastin tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 24 rreshta 6 deri në 7. Me vonë ebreu ndërgjegje Davidin se i kishte prerë kindin e leshnikut Saulit, e u tha njerëzve të vet: mbrojt dora Zotit që të mos i bëj kurrë një punë të tillë im Zotit, të shuguruarit të Zotit, të vëmë dorë në të, sepse është i shuguruar i Zotit. Në këtë rast Sauli thirret 2 herë Mesi në atë tregim. Në beslidhen e vjetër edhe sendet lyheshin me vaj, si për shembull lexojmë tek libri i Daljes kapitulli 30 rreshta 56, punoje prej këtyre vaj në shenjtë të lyerjes, përzije e rëndshme, vepër e erbërsit. Ky tjetë vaj i shenjtë i shugurimit, me të lyeje tendën e takimit dhe arkën e dëshmisë. Këtu shenjtrohet tenda e takimit pra. Në beslidhen e re, por edhe në disa vende të beslidhes së vjetër,
Fjala Mesi referohet shpëtimtarit të fundit të kohrave. Për shembull, Ungjilli Mateut kapitulli 1 rreshti 1 përmend breznitë e Jezu Krishtit, të birit të Davidit, të birit të Abrahamit. Disa herë në forma të ndryshme brenda takimit ungjillor, edhe vetë Jezusi lyhet me vaj. Për shembull, Ungjilli Mateut kapitulli 26 rreshta 6 deri në 13, Ungjilli Markut kapitulli 14 rreshta 3 deri në 9, Ungjilli Luks kapitulli 7 rreshta 36 deri në 15 dhe Ungjilli Gjonit kapitulli 12 rreshtat 1 deri në 8. Në thelb pra, i lyeri me vaj sipas përdorimit biblik është personi ose objekti krejtësisht i dedikuar Zotit, prifti, mbreti ose për shembull tenda e takimit. Sipas konceptit të besëridhjes së re, Jezusi është Mesia, pasardhësi i Davidit. Prej tij merr dinjitetin mbretëror, ai është krejtësisht i kushtuar Zotit, bile sipas fesë son, ai vetë është Zot, hyj i vërtet dhe njeri i vërtet. Për librit të dytë të Samuelit, kapitulli 11, rreshtat 1 deri në 9. Tani në kthim të vitit, në kohën kur mbretërit e kanë zakon të dalin në luftë, Davidi dërgoi Joabin me shërptorët e vet e me mba Izraelin, dhe këta shkretëruan mbar vendin e bijeve të Amonit dhe e rrethuan Rabën. Davidi qëndroi në Jeruzalem. Një mbrëmje, Davidi u qua prej shtratit e poshetiste në teras të shtëpisë mbretërore. Nga terasa pa një grua tek polahaj, e ishte shumë e bukur. Davidi dërgoi për të marrë hetime se kush ishte ajo grua. I treguan se ajo ishte Betsabeja, e bia e Eliamit, gruaja e Uri Heteut. Atëherë Davidi dërgoi lajmtar për ta sjellë. Kur erdhi ajo te Davidi ra me të që posa ishte shenjtëruar prej papastërtisë së saj. Pastaj u kthye në shtëpi të vet. Gruaja mbeti shtatsen. Dërgoi për të lajmëruar Davidin e tha: "Ngjiza." Davidi dërgoi njerëz te Joabi e i tha: "Dërgojeni tek unë Uri Heteun." Joabi e dërgoi te Davidi Urin. Uri erdhi te Davidi e pyeti se si ishte Joabi e ushtria dhe si shkonin punët e luftës. Atëherë Davidi i tha Urit: "Zbrit në shtëpinë tënde e laj këmbët e tua." Uri doli prej pallatit të mbretërisë dhe i që dërguar pas tij haje prej tërheqjes së mbretit. Por se Uri fjeti para derës së pallatit mbretëror me shërptorët e tjerë të zotërisë së vet dhe nuk shkoi në shtëpinë të vet. Ky tregim që lexuam është një ndër më të njohurit në besëridhjen e vjetër. Mbreti David lakmon gruan e Uria dhe për ta marrë këtë grua organizon vrasjen e tij. Është një mëkat i dyfisht, adulter dhe organizimi i vrasjes, por Davidi këtu bën edhe gabime tjerë, sidomos mos kujdesjen për çështjet e luftës, për çka ai si mbret ishte përgjegjës. Davidi sapo kishte konsoliduar mbretërinë, kishte marrë Jerusalemin, ka sjell arkën, ka bërë beslidhje, siç pam herën e kaluar, kapitulli 7 i librit të 2 të Samuelit, ka fituar shumë betejë, është kulmi i pushtetit të Davidit kur lexojmë këtë kapitull, pra 11 të librit të 2 të Samuelit. Por këtu edhe fillojnë problemet e tija. Zakonisht problemet e nisin kur duket sikur punët shkojnë më së mirit. Është kjo një farë përvojë jetësore e rregullt, edhe pse kuptohet nuk është rregull i përgjithshëm. Rregulli i përgjithshëm është se bashkë me ngritje në jetë ka dhe rënje. Kjo është e paevitueshme dhe rënjet, e kemi thënë disa herë, duhet ta forcojë njeriu. Ai duhet të shndrojë ato në shkollë jete. Thot rreshti i parë që lexuam se ngjarja ndodhi në hebraisht Lëtishvat Hashana, në kthimin e vitit, fjalë për fjalë. Është shprehje frazologjike Lëtishvat Hashana, domethënë në pranverë pak a shumë, por pranvera ishte koha kur rifillonin luftimet pas pushimit dimror. E thekson autori se ishte Lëet Hamalchim, ishte koha kur mbretit dilnin fjalë për fjalë, por mbretit dilnin për luftë në këtë kohë të kthimit të vitit. Mirë po Davidi, ndryshe prej mbretërve, Jishav Birushallaim, ndenje në Jerusalem. Mbreti nuk shkoi ku duhet të shkoj, nuk shkoi në betejë, por dërgoi Joabin, nipin e tij që tashmë e njohim, generalin e ushtrisë së tij, ushtarin më të besueshëm të tij.
Betejë ndodhi në Rabba, kryeqytetin e Amonit, ndoshta në Amanin e sotshëm, në kryeqytetin e mbretërisë së Jordanisë së sotshme. Me qëra fjala, Aman i sotshëm është një ndër qytetet më të vjetra të botës, të cilët janë vazhdimisht të banuara qysh se dihet për ta e deri sot. Rabat Amon thirrej në lashtësi, atje si duket ka ndodhur kjo betejë. Sipas rreshtit dytë Lëet ha Erev, në një kohë të mbrëmjes, Davidi u ngrit nga shtrati i tij, nuk po mundte me fjet. Kishte shku me pushu, por u çu prej shtratit. Ka thënë ndonjë komentues se kjo tregon se Davidi nuk kishte gjumë, nuk e zinte gjumi, dhe se zinte gjumi sepse kishte fjetur ditën. Unë mendoj se është një interpretim një fije i tepruar kë, por sigurisht ky shënim se Lëet ha Erev në kohën e mbrëmjes Davidi u çua në këmbë, dëshiron të theksoj një jetë, një fije të shthurur të tij. Por ditën bëheshin betejat luftarake. Davidi ditën nuk rrinte me siguri në luftë, ndoshta flinte derisa ushtarët luftonin. Është një shenjë simbolike shumë e keqe për mbretin. Kur u zgjua, ai po ecte nëpër terras. Në hebraisht e kemi thënien al-Gag, mbi Gag zakonisht do të thonë kulm në hebraisht, por dihet se me siguri nuk ka ecë nëpër kulm të shtëpisë, por nëpër një terras që kishte aty në pallatin e tij. Tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 7, rreshti 6, thuhet se Zoti ecte nëpër tend gjatë endjes së popullit. Pra kjo të ecun, kjo të endun, kur është fjala për Zotin, i atribuohet pranisë së tij në mesin e popullit, ndërsa Davidi nuk është i pranishëm në mesin e popullit të tij, sillet vetëm nëpër shtëpi. Ai prej atje po sheh një grua që po lahej si duket ritualisht, sikur se tregon rreshti 4. Mirë po Davidit nuk i shkon mendja për rituale. Kur lihet Zoti, njeriu rrshqet për një gabimin e tjetrin. Gabimi i parë është se nuk shkon luftë, i dyti është se lakmoi këtë grua. Edhe sepse ishte, siç tregon rreshti 2, ishte Isha Tovat Mari me Od, një shprehje frazologjike për të thënë se ishte grua jashtëzakonisht e bukur. Këtë shprehje e kemi takuar te libri i parë i Samuelit, kapitulli 16, rreshti 12, ku thuhet se edhe ai vet ishte Tovroi, i bukur për tu parë. Edhe Abigaila, gruaja që e kishte shpëtuar në zonat e Karmelit, që më vonë do të bëhet gruaja e tij, tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 25, rreshti 3, thuhet se ishte shumë e bukur. Bukuria e Davidit dhe Abigailes në ato dy raste ishin shenjë e karakterit të tyre të fortë, stabil. Bukuria e gruas që pa Davidi është shenjë e dëshirimit të tij. Pasi që pyeti për gruan, bëri hetime, thuhet në hebraisht darash, i thanë se ajo ishte Bat Sheva, Betsabea, Bat Eliam, ishte gruaja e Eliamit, dhe Eshet Uria Hachiti, gruaja e Uris Heteut. Davidi u interesua aktivisht kush ishte ajo dhe mori përgjigje krejtësisht të saktë dhe krejtësisht të qartë. Ju tregua emri i saj, ishte hebreje. Fjala Batsheva do të thotë vajza e betimit. Ne do të thoshim pak a shumë vajza që është dhuratë e Zotit, ndoshta do të ishte një përkthim i mirë. Pika 2 që mëson ai se ishte vajza e një bashkëpunëtori shumë të afërm të Davidit, kishte emrin Eliam, dhe e treta ishte martuar me një ushtar të zellshëm, me një jabanxhin fakt, por që kishte adoptuar të gjitha traditat hebraike, e kishte emrin Uria. Uria ishte konkretisht hitit, por emri i tij ishte hebraik. Emri Uria do të thonë Zoti është drita ime. Hititët banonin në pjesën qendrore të Anadolisë së sotme. Ky i huaj është integruar plotësisht në bashkinë izraelite dhe në shërbimin e Zotit. Emri i tij qet në pah dritën. Gruan e kishte hebreje dhe e kishte hebreje për një shtëpie shumë të nderuar. Ishte vajza e një generalit të rëndësishëm, jo të më të rëndësishmit, por të rëndësishëm, të mbretit David. Uria, pra do më thonë, Zoti është drita ime, kurse Davidi, Mashiach i Zotit, i shuguruar i Zotit, vepron natën në terr. Në këtë rast ne shohim se errësira e Davidit bën në kontrast me emrin e Uris. Me siguri autori këtë bën me qëllim. Informacioni i identitetit të Betsabes tregon se Davidi e di mirë kush është ajo.
Gabimi I tij nuk është aksidental, por krejtësisht I vetëdijshëm dhe për këtë edhe më I rënd nga ana morale. Pasi që kjo grua mbeti shtatzën dhe ajo vetë I çoi fjalë Davidit për këtë punë, çështja shkon në bëhet më serioze. Mëkati I fshehtë I tyre shndrohet në problem publik. Mund të fshihet një adulter, por jo shtatzania e gruas. Ajo thjesht I tregon Davidit se është shtatzan dhe nuk bën komente tjerë. Pesha e zgjidhjes së situatës tani bie mbi mbretin. Ai do të mundohet ta zgjidhë këtë situatë, por si do ta shohim në mënyrën më të gabuar që ekziston. Duhet pas kujdes për kësaj gjëje. Ka një tendencë që të kalohet për një gabimi në një tjetër. Gabimi duhet rregulluar mundësisht, por gabimi nuk rregullohet duke kaluar për një gabimi në një tjetër. E para gjë që bën mbreti është të thrasë Urin. Ai ka një plan që Uria të kthehet nga fronti, të shkojë në shtëpinë të gruaja e tij, të qëndrojë me të dhe shtatzania e gruas pastaj t'i atribuohej burrit të saj dhe jo mbretit. Në këtë mënyrë mbreti dëshiron të ndreq imazhin e tij ose më mirë të themi të parandaloj prishjen e plotë të reputacionit që e dim se deri tash edhe me të drejtë e kishte pas të përsosur. Rreshti 7 tregon se Davidi e pyeti Urin kur e thirri dhe u interesua për dy çështje. U interesua për popullin Haam dhe u interesua për betejën Hamil Hama. U interesua gjithashtu edhe për nipin e tij, generalin e ushtrisë Joabin. Por këto të trija ishin pyetje sipërfaqësore, sepse ai në fakt nuk po interesoi as pak as për popullin, as për betejën, as për Joabin. Pastaj, sikurse t'i interesonin këto gjëra, ai duhet ta pyeste Joabin, jo Urin. Joabin duhet ta kishte thirrë, por kretë kjo bisedë pra ishte një aktrim, ishte një shenjë se interesimi I tij për Joabin e për popullin e për luftën ishin pretekste për të hyrë në bisedë me Urin, me shpresë që Uria të shkonte në shtëpitë vet te gruaja e vet. Ne e dim si lexues, por Uria nuk e kishte idenë se çfarë kishte ndodhur midis mbretit dhe gruas së tij. Tregon rreshti 8 se Davidi e dërgoi të shkojë në shtëpinë e tij. I tha: "Red Levetha, shko në shtëpinë tënde." I thot edhe t'i laj këmbët, që është një shprehje frazologjike që shpreh pak a shumë pushim, relaks, por është edhe një formë delikate të shpreh bashkimin e tij me gruan, një farë eufemizmi ndoshta. Ishte një formë t'i thoj të shkoj të rri me gruan e vet. I dha dhe dhurata, por se Uria fjeti te dera e pallatit mbretëror bashkë me shërbëtor dhe nuk shkoi në shtëpi as pak. Ai fjeti Petah, Bet ha Melech, thuhet në hebraisht, pikrisht te hymja e derës së shtëpisë së mbretit. Kjo tregon besnikëri, gatishmëri ta mbrojë mbretin. Ai nuk shkon në shtëpi edhe pse mbreti e dërgoi. Kjo sepse e shtyll detyra e tij ushtarake. Kështu I priu ndërgjegja e tij. E dim se si vazhdon tregimi. Një herë tjetër Davidi edhe e deh me shpresë që ai idejon të shkojë në shtëpinë e tij, por as ashtu ai nuk pranon të shkojë dhe së fundi vendos ta dërgojë në rreshtat më të parë të betejës me qëllim që të vritej në luftë. Dhe kështu edhe ndodh. Tani dy fjalë për teologjinë e këtij tregimi. Ky tregim vjen e pa se si mkati shndrohet në zinxhir. Është lehtë të kalohet prej një mkati në një tjetër, bile mund të themi se mkati tjetër bëhet prodhim I mkatit të mëparshëm. Njeriu në vend që ta përmirësoj të parin bën edhe të dytin e kështu me radhë. Mkati këto fillon duke munguar kryerjen e detyrës. Të kishte shkuar Davidi në luftë, ta kishte kryer detyrën e vet, asgjë s'kishte ndodhur. Mkati këtu vjen prej demelis, kush punon dhe është aktiv, nuk ka kohë për mkate kote. Uria është shumë më korrekt se Davidi, edhe pse I huaj. Kjo tregon se cilësia morale e njeriut, por është gjë e ditur, nuk varet prej prjardhjes së tij, prej komit ose besimit, por prej pjekurisë së zemrës dhe prej mirësisë. Zoti nuk flet as pak, ai pret momentin të marrë vendimin. Nga ana teologjike kjo është me rëndësi sepse Zoti nuk ndërhyn kot dhe gjithmonë. Ai pret momentin më të volitshëm, rastin më të duhur, sepse si kanë thënë të parë tonë, e mund të themi edhe ne, Zoti vonon, por nuk harron. Me këtë shprehje nuk duam të themi se Zoti vonon dhe nuk harron për ta dënuar njeriu, por Zoti pret që njeriu të përmirësohet vet. Nëse njeriu nuk e merr veten në dorë dhe nuk përmirësohet, atëherë ndërhyn ai dhe e ndihmon për ta përmirësuar. Donjëherë ky korrigjim që Zoti bën nuk është aq I këndshëm për njeriu, por shumë herë
nuk ka rrugë tjera. Prej librit të dytë të Samuelit, kapitulli 12, rrethtat 1 deri në 6. Zoti e dërgoi Natanin te Davidi. Ky erdhi te Davidi dhe i tha: Në një qytet jetonin 2 vetë. Njëri ishte pasanik e tjetri skamnor. Pasaniku kishte bëgti të imëta e të trasha me shumicë të madhe, kurse skamnori nuk kishte asgjë tjetër përveç një delje të vacër. E kishte blerë dhe e kishte ushqyer, ishte rritur tekaj bashkë me fëmijët e tij, duke ngrënë bukën e tij e duke pirë prej gotës së tij dhe duke fjetur në gjirin e tij. Për te ishte sikur ta kishte pasur bijë. Por se kur një shtegtar erdhi te pasaniki, ky duke kursyer bagtitë e veta të imta e të trasha për t'i bërë gosti atij shtegtari që kishte ardhur tekaj, shkoi e mori delën e skamnurit dhe i bëri gati bukën njeriu që kishte ardhur tekaj. Davidi u hidhrua pa mos kundër këtij njeriut e i tha Natanit: Pasha jetën e Zotit, njeriu që ka bërë këtë punë meriton vdekjen. 4 fish do ta paguaj delën për arsye se ka bërë një punë të tillë dhe është dëftuar njeri i pa shpirt. Pjesa që lexuam hap kapitullin e gjykimit të Davidit. Profeti Natan ballafaqohet me Davidin dhe e dini tregimin e përmendëm një fillë përpara, mund të lexoni në tekstin biblik. Davidi urdhron që Uria të vendoset në rendin e parë të betejës. Uria kështu vdes dhe Betsabeja kishte majtëzi, atëherë Davidi e kishte marrë për grua. E lexojmë edhe këtu refrenin e famshëm deuteronomistik tek libri 2 i Samuelit kapitulli 11:27. Pasi kaloi koha e zis, Davidi çoi dhe e solli në shtëpinë e vet dhe ajo bëi gruaja e tij dhe i lindi një djalë. Por kjo që bëri Davidi nuk i pëlqeu Zotit kurse. Dhe kur Zotit diçka nuk i pëlqen, ai merr masa gjithmonë. Tek rreshtat që lexuam një shembulltyr. Shembulltyra që lexoj këtu i përgjet një bisede që në Besedën e Vjetër e quajmë mashal. Mashal është një bisede urtë, një tregim që ka porosi dhe njëkohësisht mësim. Në Ungjil janë shembulltyra sigurisht ta me shalim, por për to do të flasim kur të vi koha. Qëllimi i profetit është që ta zoj Davidit në gabimin e tij, përmes një gjykimi që ai thret ta bëjë si mbret, me qëllim që ta gjykojë veten me fjalët e veta. Shembulltyra hapet me një rast hipotetik. Në një qytet kishte 2 burra, një i pasur dhe tjetri i varfër. Në tregim i pasuri ishte Davidi, i varfri Uria, por Davidi këtë nuk e dinte. Natani fillon bisedën pa treguar pse, pa kontekst, dhe e bën me qëllim që ta tërheqë Davidin brenda bisedës. Ndryshe ndoshta mbreti kishte refuzuar konfrontimin. Në bisedën e tij kemi një ashir të pasur dhe një rash të varfër. Dhe të gjithë profetët flasin për padrejtësinë prej të pasurve ndaj të varfërve, për shembull Amosi, Mikea, Isaia, Jeremia, Ezekieli, shumë psalme. Natani pra po fliste një bisedë që ishte shumë e përshtatshme për një profet. Davidi nga ana tjetër ishte gjykatës dhe mbret. Hyn menjëherë në temë, tregohet i ndjeshëm ndaj këtij problemi biblik të padrejtësisë, por nuk e kupton akoma se i padrejti ishte vetë ai. I pasuri kishte shumë, kishte con uvakar në hebraisht, bagtitë e imta e bagtitë e trasha. Kjo është një shenjë se ishte shumë i pasur. Kishte faktikisht shumë harbe me od, theksohet se ishte shumë i pasur. I varfri kishte një qenj të vogël. Ky qenj hante, pinte, flinte, ishte si fëmia i tij, ndante me të bukën, goten, gjirin edhe statusin familjar, ishte për të këvat në hebraisht, sikurse të ishte vajza e tij. Por kuptohet, qengji nuk është kafshë shtëpiake, është antar i familjes, i dashur, i pazëvendësueshëm. Qengji flen në gjirin e pronarit, ndan goten e tij. Lexuesi i vëmendshëm e kupton se është fjala për Betsaben, por Davidi nuk e kupton. Rreshti 4 tregon se pasanikut erdhi një mik, dhe pasaniku për ta gostitur mikun, kurseu delet dhe lopët e veta dhe mori qengjin e njeriu të varfër. Fjala lakah, mori, është e njëjta që përdoret kur thuhet se Davidi mori Betsaben
tek libri i parë i Samuelit kapitulli 11 rreshti 4, pra se e mori në pallatin e vet pasi që e kishte parë duke u larë prej taracës. Kështu shembëltyra lidhet me realitetin. I pasuri merr qengjin e të varfrit siç Davidi ka marrë gruan e Uris. Qëllimi pse e mori qengjin ishte sepse donte për ta bërë ushqim për personin që i kishte ardhur mik. Sipas tekstit biblik, pra, këtij person i kishte ardhur një udhëtar, një kalimtar, heleh në hebraisht, person që vjen e shkon por nuk qëndron. Mund të jetë kjo metaforë e dëshirimit, të pulsionit të Davidit drejt Betsabes, kur e kishte parë. Ky pulsion kishte ka një mik i momentit, një mik kalimtar, pra një dëshirë e papritun, dhe ai vret dikë me qëllim që ta ushqeja dëshirë. Davidi ishte tashmë i martuar, kishte shumë gra, por dëshira kalimtare heleh e shtyll Tamar, Betsaben. Rreshti 5 tregon se Davidi u hidhrua shumë. Hara af në hebraisht tregon një zemrim të madh, të menjëhershëm, hara af. Davidi u indinjua duke menduar se ndoshta dikush në Izrael e kishte bërë për një mend një padrejtësi të tillë, do një i varfër që kishte qenë keq trajtuar kaq shumë për një të pasuri. Por ai në fakt po zemroi ndaj vetes pa e ditur. Kjo është gjendja e verbrisë që sjell mëkati. Personi që ka bërë mëkatin e rënd nuk e gjykon veten për atë mëkat, por për të njëjtin mëkat gjykon tjerët. E ka thënë Jezusi: pse e shikon lëmishten në sy të vllait tënd, kurse nuk e shet traun në syrin tënd? Dhe si mund t'i thuash vllait tënd, prit ta nxjerr lëmishten nga syri yt, ndërsa ke traun në syrin tënd? Shtiracak, nxjerrë më parë traun nga syri yt, pastaj do të shohësh ta nxjerrësh lëmishten nga syri i vllait tënd. Ungjilli Mateut kapitulli 7, rreshtat 3 deri në 5, por mund të lexohet edhe te Ungjilli Luks, kapitulli 6, rreshtat 41-42. Davidi bën be, haj Adonai, sjell dëshmitar Zotin në zgjidhjen e kësaj padrejtësie. Ai që kishte mëkatuar kundër Zotit, Zotin e merr dëshmitar se kushdo që e ka bërë atë mëkat, bëhet njeri i vdekjes, ben mavet, pra fjalë për fjalë, do të thotë se meriton vdekjen, por për të vërtetën po thotë, ai e meriton dënimin, sy për sy edhe për dhëm sipas rregullores hebraike që kemi parë, sepse padrejtisht kishte çuar në vdekje një njeri të mirë me qëllim, sepse i kishte lakmuar gruas së tij. E kishte lënë shtatzën dhe donte të martohej me të. Vrem pra se si Natani nuk e akuzon Davidin drejt për drejt, por me një tregim, me një bisedë. Kështu pendesa e Davidit del nga brendësia e tij me vonë, nuk imponohet nga jashtë. Natani jep Davidit mundësinë të gjykojë veten, dhe Davidi e gjykon veten. Mund të lexoni tregimin, por sidomos tek Psalmi 51:15, që konsiderohet si psalmi rrëfimit të pendimit të Davidit pas mëkatit. Edhe Jezusi në Ungjil do ta përdorë këtë teknikë narrative. Do të flasë në shembulltyra me qëllim që personat të ndihen personalisht të implikuar në bisedën e tij, jo vetëm në aspektin teorik. Pastaj Davidi e kishte ndjenjen e drejtësisë morale, por e kishte të errësuar prej mëkatit. Mëkati i rënd mbyll syt, nuk lejon që ndjeshmëria morale e personit, drejtësia ndërgjegjes së tij të dalin sipërfaqe. Së treti, Natani akuzon të pasurin e shembulltyrës që nuk kishte pasur mëshirë për të varfrin. Davidi kishte bollek, por jo mëshirë ndaj Uris. Do ta shohim prapë këtë temë kur të flasim për profetet, jo veç ata të librave të Samuelit dhe të mbretërve, por edhe Amosin, Miken, Isain e tjerë. Mëkati nuk është vetëm thyrje e ligjit, por është mungesa e dëmshurisë ndaj atij që nuk ka, është pra mungesë e ndjenjave. Prej librit të dytë të Samuelit, kapitulli 13, rreshtat 19 deri në 22. Tamara mori pluhur dhe qiti në kokë, shqeu këmishën me meng të gjera që e kishte veshur. I vuri të dy duart mbi kokën e vet, e shkon të rrugës duke bërtitur. Atëherë ta i vëllai Absalomi: "A mos që me ty Amnoni, vëllau yt? Por tani për tani motër, mos tërgo është vëllau yt. Mos e prish mendjen tënde për këtë gjë." Kështu pra, Tamara mbeti e braktisur në shtëpinë e Absalomit të vllait. Kur i mori vesh Davidi mbret të gjitha këto, u hidhrua deri aty,
por zgdeshi ta trishtoj Amnonin, birin e vet, sepse e donte pse ishte djali i tij i parë. Madje as Absalomi si tha asnjë gjysmë fjalë Amnonit, as mirë as keq, veç se Absalomi e urrente Amnonin pse i kishte dhunuar të motrën Tamarën. Sikurse mund kuptohet kollaj, tek shpjegimet tona lexo Biblën me ne nuk mund të paraqesim gjithçka që kanë këto tregime. Ju ftoj një mend t'i lexoni tekstet sepse ja vlen, sidomos kjo histori biblike që është shumë tërheqëse. Prej tregimeve të krizave familjare të Davidit, që janë të shumta, kemi zgjedhur këtë që sapo lexuam, që është në zanafill të ngatresave që kanë me lind pastaj njëra pas tjetrës. Ky tregim tek libri i dytë i Samuelit, kapitulli 13 rreshtat 19-22, ndodhet në përfundimin e një episodi tragjik të dhunimit të Tamar, vajzës së Davidit. Është interesant se libri i dytë i Samuelit nuk përmend asnjë vajzë tjetër të Davidit, ndoshta do të thojë se kjo ishte e vetmja vajzë që kishte, vajza e dashur. Në të vërtetë libri i dytë i Samuelit, kapitulli 14 rreshti 27, përmend një vajzë tjetër që kishte emrin Tamar, por ajo ishte Mesa e Davidit, jo vajza e tij, të cilën ja kishin dhënë emrin e halles së vet Tamarës, e cila Tamara pra është protagonistja kryesore e tregimit të sotshëm. Emri Tamar me qira fjala do të thonë palma, është një emër i bukur, është një emër mjaft i shpesht. Përdoret edhe sot jo vetëm prej hebrejve, por edhe popullatave tjera. Edhe në vendet tona ka persona me këtë emër Tamara. Tamara pra siç dëgjuam, dhunohet prej gjysmë vllajt të vet, i cili e kishte emrin Amnon. Amnon ishte djali i parë i Davidit, i kishte lindur prej Ahinoam, gruas që ishte prej Jezreelit, e kishim takuar përpara me siguri e mbani mend. Kurse nëna e Tamarës ishte Maacha, ishte bia e Talmai, i cili Talmai ishte mbreti i Geshur. Si duket pra Tamar vinte prej një martese diplomatike që kishte bërë mbreti David. Maacha i kishte lindur gjithashtu edhe Absalomi, prandaj Tamara dhe Absalomi ishin motër e vëlla me bab e nan, kurse Amnonin e kishin vëlla vetëm me bab, me Davidin. Dhe për detaje mund të lexoni librin e 2 të Samuelit kapitulli 3, librin e 2 të Samuelit kapitullin 13 dhe mund të lexoni gjithashtu librin e parë të Kronikave kapitulli 3. Amnoni i bëri demek se ishte i smur dhe kishte kërkuar që Tamara t'i sillte ushqim. Me atë rast e kishte dhunuar, sikurse tregon rreshtat 1-14 dhe pas kësaj e kishte dëbuar me një urrëtie të madhe dhe me dhunë, siç tregojnë rreshtat 15-18 të librit të 2 të Samuelit kapitulli 13. Tek libri i 2 i Samuelit kapitulli 13 rreshtat 19-22 që lexuam, tregon pasojat e menjëhershme. 3 personazhe veprojnë: Tamara, Absalomi dhe Davidi. Në kontekstin më të gjerë të këtij tregimi gjejmë plotësimin e parë të profecisë së Natanit. Kapitulli 12 rreshtat 11-12 thonë kështu: Ja unë do të bëj që e keqja jote të vijë mu prej familjes sate, ndër sytë e tu do t'i marr gratë e tua, e do t'ua jap të afërm me të tu, e do të flen me gratë e tua në drithën e këtij dielli. Ti vërtet e ke bërë këtë fshehtazi, por unë do ta bëj ballafaqas në sy të marr popullit dritën për diell. Këto fjalë pak të rënda kanë një mësim. Mëkati ka pasoja të mëdha, shtrihet zinxhir, njëri prodhon tjetrin. Davidi ushtroi dhunë, tani gjen dhunë brenda familjes së vet. Nëse lexoni librin e 2 të Samuelit kapitulli 13-20, do gjeni atje shumë ngjarje tragjike, njërin pas tjetrës, të gjitha rrjedhin nga kapitulli i mëkatit të Davidit me Batsheva. Me këtë nuk themi se Zoti dënon mëkatin e prindve në fëmijë, ndoshta është mirë ta theksojmë këtë gjë. Autori deuteronomistik ka qëllim të na mësojë se mëkati ka pasoja, bëhet pretekst për lindjen dhe zhvillimin e mëkateve tjerë. Pasi që pëson dhunimin e Amnonit, Tamara mori pluhur dhe qiti në krye, thot rreshti 19, shqeu këmishën me mëng të gjera që e kishte veshur, i vuri të 2 duart mbi kokë dhe shkonte rrugës duke bërtitur. Këto janë të gjithë gjeste pikëllimi. Hodhi hi, afar në hebraisht mbi krye, është gjesti i njohur i pikëllimit publik të shprehur publikisht,
Për shembull Jobi kapitulli 2 rreshti 12, Ezekieli kapitulli 27 rreshti 30, Jona kapitulli 3 rreshti 6, tregon se i ka ndodhur tragjedi personale, se ka qenë trajtuar në një formë që prek thellë dinjitetin e saj, të hedhurit e hirit në krye. E dyta, ajo shqen mantelin e saj laraman, këtonet hapasim në hebraisht, petkun e saj të bukur, nuk e ndjente veten më të dej, ta veshte atë petk ngjyra, ishte shenjë e prishjes së padej të vajzërisë së saj. Ngrisja e tij është shenjë simbolike e trishtimit për arsyet e asaj çka i kishte ndodhur. Për këtë mund lexohet Zanafilla 37, rreshti 29, rreshti 34, është fjala për petkun e bukur të shkyer të Jozefit, sikurse me siguri e mbandimen, edhe të libri i dytë i Samuelit, kapitulli 1 rreshti 2, rreshti 11, por edhe kapitulli 3 rreshti 31. Në të gjithë këto shembuj shqyhen rrobat për të treguar situatën shpirtërore të rënduar. E mbanimen kur kryeprifti shqyen petkat e veta para Jezusit. Bën demek se është pikëlluar shumë sepse Jezusi kishte thënë se ishte Zot. Simulon trishtim të madh dhe këtë e merr si pretekst për të dënuar Jezusin me vdekje. Mund të lexojmë këtë tek Ungjilli i Mateut kapitulli 26, rreshti 65, edhe të Ungjilli i Markut kapitulli 14, rreshti 63. E treta çka bën Tamara është se vuri dorën e vet mbi kokë. Edhe ky është gjest dëshprimi i turpit të thellë, gjejmë për shembull tek Jeremia kapitulli 2, rreshti 37, shpreh mbulimin simbolik të fytyrës, dëshirën simbolike për të fshehur para tjerëve. Dhe e fundit lexojmë në hebraisht Vateleh haloch vë zaaka, shkoj duke qarë e duke bërtitur. Folja zaak në Bibël shpreh ankesë publike, akuz për shembull tek Zanafilla 4 rreshti 10 kur për shembull gjaku i Abelit klith nga toka, ose libri i Daljes kapitulli 2 rreshti 23 kur populli i Izraelit klith para Zotit në kohën e skllavërisë. Tamara nuk qanë në vetmi, por vërtet që të gjithë ta ndiejnë, ajo kërkon dhe meriton drejtësi. Rreshti 20 tregon se Absalomi t'i shkoi mendjes se çka kishte ndodhur. E pyeti a ka qenë Amnoni vllai yt me ty. Ai e kupton se dikush e kishte dhunuar dhe i shkon mendja se kush e njihte me siguri mirë vllahën e vet. I thon ndër tjera të hesht, ndoshta sepse donte ta mbronte nga turpi, ose pse ndoshta donte t'i sugjeronte se ai vet do ta lironte prej turpit. Këshilla e tij është që ajo mos ta mirte në zemër këtë gjë, mos të mërzitej shumë. Në hebraisht lexojmë një formë që është shumë prekse, altishti et levach ledavar haze, mos e shtirë në zemrën tënde këtë çështje. Shprehja sum lev, me vendos zemrën, me marrë seriozisht, është kërkesë për të minimizuar traumen, por dhuna nuk ka se si të minimizohet. Drejtësia duhet të korrigjohet. Megjithatë, u izolua shumë Tamara, sa prej frikës, sa prej turpit. Ajo ndërpreu në një farë mënyre të jetuarin e vet. Ajo ishte shomema, fjalë që vjen prej foljes shamam, që do të thënë shkatrim. Shkatrohet jeta kur psohen padrejtësi shumë të mëdha, sidomos si puna kësaj. Tamara ishte shomema, ishte e shkatruar. Tregon rreshti 21 se edhe Davidi kur dëgjoi, u zemrua por nuk ndërmori asgjë, nuk tha as mirë as keq, sikurse as Absalomi nuk i tha gjë Amnonit, as mirë as keq. Kështu tregon rreshti 22. Prej këtu lind tregimi që njohim, sepse lexojmë shpesh edhe në mesh gjatë vitit liturgjik. Absalomi e vret Amnonin vllahën e vet, një fije i mërzitur sepse Davidi nuk kishte ndërmarrë asgjë. Pastaj i mërzitur, ai ngritej në kryengritje kundër babës së vet dhe së fundi përfundon keq, i varur për flok në një dru të ult. Davidi mkatnon dhe njëjti mkat përcillet të djemtë e vet. Kur ata hasin të njëjtat vështirësi, ai nuk ndërmerr asgjë për të zgjidhur çështjet. Mkati ka hyrë në shtëpinë e tij dhe do ta ndjek gjatë tërë jetës. Tamara flet nëpërmjet gjesteve sepse fjalët janë të pamundura, por kot vetëm vllai i saj mundohet me ndihmu. Gabim, me vrasje me kryengritje nuk është kjo formë e zgjidhjes së problemeve, por e shtimit të numrit të tyre. Reagimi i Absalomit është i gabueshëm, ai nuk flet, por ruan urrëtie në zemër, e mori motrën në shtëpi, duke planifikuar hakmarrje, por kështu shkohet prej tragjedie në tragjedi. Davidi nuk bën as keq as mirë, nuk bën asgjë, thjesht zemrohet.
Pse nuk e korrigjoi Amnonin nuk e dim, por e dim se është e vështirë të akuzohen fëmijët. Ndoshta faji vetë i ngjashëm, prishja e autoritetit moral pas mëkatit janë shenjë e degradimit e tij të brendshëm. Është me rëndësi me mbajtë të pacënuar integritetin personal, sepse për një njeri të ndershëm, të ndërgjegjshëm, është vështirë t'i thojë dikujt të mos bëjë diçka që bën vetë. Historia e Davidit dhe Bathsheba, tek libri i dytë i Samuelit, është një nga shembujt më të fortë në Bibël për mënyrën se si një gabim i vogël mund të çojë në pasoja shumë të mëdha. Kjo histori nuk flet vetëm për tradhti bashkëtorë, por edhe për tundimin, fshehjen e mëkatit dhe pasojat që sjell mëkati kur njeriu largohet nga vullneti i Zotit. Në fillim, Davidi gaboi, sepse nuk ishte aty ku duhej të ishte. Në vend që të ishte në luftë me ushtrinë e tij, ai qëndroi në Jeruzalem. Kjo tregon se shpesh njeriu bie në tundim kur largohet nga përgjegjësitë dhe qëllimi i tij. Edhe sot, kjo ndodh në jetën e përditshme. Një person që humbet fokusin tek familja, puna apo jeta shpirtërore bëhet më i dobët ndaj tundimeve. Për shembull, shumë njerëz bien në zakone të këqija kur kanë kohë të lirë dhe nuk merren me gjëra të dobishme. Më pas, Davidi pa Bathshebën dhe në vend që të largonte mendjen, ai vazhdoi ta ushqente dëshirën e zemrën e tij. Kjo tregon se mëkati fillon fillimisht në mendje dhe në zemër, para se të bëhet veprim. Edhe sot, njerëzit shpesh mendojnë se një shikim, një mesazh apo një aventurë e vogël nuk ka rëndësi, por me kalimin e kohës, këto gjëra mund të shkatrojnë familjen. Historia na mëson rëndësinë e vetkontrollit dhe të kënaqësisë me atë që kemi, sepse dëshirat e pakontrolluara nuk kënaqen kurrë plotësisht. Njerëzit thonë aventurë, por Zoti e quan tradhti bashkëtorë. Njerëzit thonë dashuri, por Zoti e quan dëshirë të pakontrolluar. Njerëzit thonë romancë, por Zoti e quan shkatrim. Një tjetër mësim i rëndësishëm është se mëkati nuk mbetet i fshehur. Kur Bathsheba mbeti shtatzën, Davidi filloi të gënjej dhe të manipuloj për të mbuluar gabimin e tij. Ai thirrri Uriahun nga lufta me shpresën që askush të mos kuptonte të vërtetën. Kjo tregon se një mëkat shpesh sjell një tjetër. Një gënjeshtër çon në një gënjeshtër tjetër dhe njeriu futet gjithnjë më shumë në rrësirë. Në jetën e përditshme, kjo shihet kur njerëzit përpiqen të fshehin tradhtin, mashtrimin apo gabimet e tyre, por përfundimisht e vërteta del në dritë. Më pas, historia bëhet edhe më tragjike, kur Davidi vendos të dërgojë Uriahun drejt vdekjes. Ai shkroi një letër për Joabi dhe urdhëroi që Uriahu të vendosej në vijen më të rrezikshme të betejës. Pasi nuk arriti ta fshente mëkatin me mashtrim, Davidi pranoi vrasjen si zgjidhje. Ironia më tragjike është se ai ja dha vetë Uriahut letrën që përmbante urdhrin për vdekjen e tij. Kjo konsiderohet një nga tradhtit më të mëdha në histori dhe tregon deri ku mund të arrijë njeriu ku përpiqet të mbulojë mëkatin në vend që të pendohet. Historia e Davidit jep edhe një mësim të madh për pasojat e veprimeve tona. Davidi mendoi vetëm për kënaqësinë e momentit dhe jo për dënimin që do të sillte më pas. Nga ky mëkat erdhën vrasja e Uriahut, vuajtja e familjes së tij dhe përçarja në shtëpinë e Davidit. Kjo na mëson se vendimet e gabuara nuk prekin vetëm personin që i bën, por edhe familjen, miqt dhe njerëzit përreth. Megjithatë, kjo histori jep edhe një shpresë të rëndësishme. Njeriu mund të pendohet dhe të kthehet tek Zoti. Edhe pse Davidi ka rënë në mëkat, ai më vonë pranoi fajin e tij dhe kërkoi falje. Mësimi kryesor për të gjithë është se tundimi duhet ndaluar në fillim, sepse sa më shumë ushqehet, aq më shumë rritet. Gjithashtu, njeriu nuk duhet të përpiqet të fshehë gabimet, por të përballet me to me sinqeritet dhe pendim. Perëndia e pa mëkatin e Davidit dhe edhe pse Davidi nuk po dëgjonte ndërgjegjen apo zërin e Zotit, ai tregoi mëshirë
duke dërguar profetin Nathan për ta paralajmëruar. Kjo tregon se Zoti u jep njerëzve mundësi për pendim. Për shembull, edhe sot një person mund të ndjejë vazhdimisht se po bën gabim në mashtrim, pa drejtësi apo tradhti, por nëse vazhdon ta injorojë ndërgjegjen, zemra e tij bëhet gjithnjë e më e fortë ndaj së vërtetës. Për ta bërë Davidin të kuptonte mëkatin e vet, Nathani përdori historinë e dy burrave. Një i pasur me shumë dele dhe një i varfër me vetëm një qenç që donte si pjesë të familjes. I pasuri ja mori qençin të varfrit për ta përdorur për vete. Për shembull, Nathani tregoi se Davidi kishte vepruar njësoj ndaj Uriahut duke marrë Bathshebën, gruan e tij. Mëkati i Davidit nuk ishte vetëm tradhti bashkëshortore, por edhe vjedhje e diçkaje që nuk i përkiste. Një shembull konkret i këtij parimi sot është kur dikush shkatron martesën e tjetrit për interesat apo dëshirat e veta, pa menduar për dhimbjen që shkakton. Kur dëgjoi historinë, Davidi u zemërua shumë dhe tha se njeriu që kishte bërë atë pa drejtësi meritonte ndëshkim dhe duhej të kthente 4 fish atë që kishte marrë. Ai reagoi ashpër, sepse ende nuk e kishte pranuar fajin e vet. Kjo tregon se shpesh njerëzit janë të shpejtë për të gjykuar gabimet e të tjerëve, ndërsa minimizojnë mëkatet e tyre. Për shembull, një person mund të kritikojë dikë për gënjeshtra apo mashtrime, ndërkohë që vetë vepron njësoj në fshehtësi. Kulmi i ngjarjes erdhi kur Nathani i tha Davidit: "Ti je ai njeri." Me këtë fjalë, ai e bëri Davidit të kuptonte se historia nuk ishte për dikë tjetër, por për vetë atë. Nathani nuk e fshehu të vërtetën sepse vetëm duke e parë mëkatin ashtu siç është, njeriu mund të pendohet dhe të ndryshojë. Profeti Nathani i shpalli Davidit se Zoti e kishte falur për mëkatin e tij. Prandaj, ai nuk do të vdiste sipas ligjit. Megjithatë, edhe pse kishte falje, pasojat e mëkatit do të mbeteshin. Fëmia që kishte lindur nga marrëdhënia me Bathshebën u sëmur dhe vdiq. Gjatë sëmundjes së fëmijës, Davidi agjëroi, u lut dhe kërkoi mëshirën e Zotit. Kur fëmia vdiq, ai u ngrit, adhuroi Zotin dhe pranoi vullnetin e tij, duke treguar për ulësi dhe pendim të vërtetë. Pasojat e mëkatit të Davidit nuk përfunduan me vdekjen e fëmijës. Problemet vazhduan edhe brenda familjes së tij, duke sjellë dhimbje, padrejtësi dhe dhunë mes vetë fëmijëve të Davidit. Ngjarja e Tamarës, Amnonit dhe Absalomit tregon se si mëkati dhe mungesa e drejtësisë mund të krijojnë një zinxhir vuajtjesh që prek breza të tërë. Ajo që filloi me tradhtinë dhe abuzimin e pushtetit nga Davidi, më vonë u pasqyrua edhe në jetën e familjes së tij përmes urrëties, hakmarrjes dhe përçarjes. Amnoni, biri i Davidit, kryen një akt të rënd duke pushtëruar Tamarën, motrën e Absalomit. Teksti përshkruan dhimbjen dhe turpin e Tamarës, e cila gris rrobat dhe largohet duke u lëritur. Kjo tregon jo vetëm vuajtjen personale të saj, por edhe pozitën e vështirë të grave në atë kohë, ku nderi dhe dinjiteti i tyre mund të shkatërroheshin nga veprimet e të tjerëve. Reagimi i Absalomit është fillimisht heshtje, por në të vërtetë ai ushqen urrëtie të thellë ndaj Amnonit. Edhe pse Davidi zemërohet kur mëson ngjarjen, ai nuk ndërmerr një ndëshkim të fortë ndaj Amnonit. Kjo mungesë drejtësie krijon terrenin për hakmarrje. Absalomi pret edhe më pas organizon vrasjen e Amnonit gjatë festës së qethjes së deleve. Veprimi i tij nuk është thjesht hakmarrje personale,
por rezultat i zemërimit të akumuluar nga heshtja dhe mosveprimi i mbretit. Kjo pjesë argumenton se kur drejtësia mungon, njerëzit shpesh kërkojnë të marrin vetë në dorë hakmarrjen, duke sjellë më shumë dhunë dhe shkatrim. Historia tregon gjithashtu se mëkatet dhe gabimet e prindërve mund të ndikojnë thellësisht tek fëmijët dhe të marrëdhëniet familjare. Familja e Davidit bëhet simbol i pasojave që sjell mungesa e moralit, drejtësisë dhe përgjegjësisë. Në përfundim, historia e Davidit, Bathshebës, Tamarës, Amnonit dhe Absalomit tregon se mëkati dhe padrejtësia nuk mbeten pa pasoja. Një zgjedhje e gabuar mund të sjellë vuajtje, jo vetëm për personin që e bën, por edhe për familjen dhe njerëzit përreth. Kjo ngjarje tregon rëndësinë e vetkontrollit, drejtësisë, pendimit dhe përgjegjësisë personale. Historia na mëson se fshehja e mëkatit vetëm sa thedhon errësirën, ndërsa pranimi i fajit dhe kthimi tek Zoti hap rrugën drejt faljes dhe ndryshimit të vërtetë. Në takimin e ardhshëm do të përfundojmë leximin e librit të dytë të Samuelit. Do të lexojmë kapituj 18 deri në 24. Shumë faleminderit të gjithëve për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë.